nuk pritet për të blerë një bilet për ta parë ndeshjen Kosovë-Shqipëri. Me t'i hedhur biletat në shitje, kjo kiosku rrethuar nga qytetarët e shumtë, të cilët nuk zgjedhën mënyra për ta siguruar një të tillë. Kësi të lëvije e shkaktuar nga interesimi i madh, ishte në 2 pikat e shitjes sot në Prishtinë. E një qytetar u bë shumë nervoz për torturën që e përjetoi derisa arriti t'i blej biletat. Që gjithësure gati të prit aty edhe të shtyje, është ky jokne, është ky pantall ta, nuk e di çfarë kanë bërë këto. Pritja nuk po i pëlqen as gazetarës Donika Hyseni. Kur ka organizime të tilla në vendin tonë, çdo herë kemi pritje, andaj jemi mësuar dhe nuk po na duket diçka e re ose diçka e pazakonshme. E disa të tjerë nuk e kanë problem pritjen, ata tashmë janë kapluar nga ethet e ndeshjes. Është pak vështirë, po, edhe nuk e komentohet bashkë për kanë motivo, po sigurisht që zemra është të dy ekipet. Për shkak të kohës së shkurtër të saktimit të datës së ndeshjes, organizatori Agron Selimi po thotë se nuk ka mundur të krijojë kushte më të mira. Nuk është problem që të lovit, se njerëz po duhen më pajis me bileta sa më herët, që është një ndeshje që është me vlera si për neve kosovarët ashtu edhe për Shqipërinë, kështu që qytetarët po duhen më pajis sa më herët me bileta. Ato i kuptojmë, edhe nuk janë probleme këtu të lovijat, se këtu ndodhen gjithkohë, edhe është shumë normale për një ndeshje tillë. Me sigurinë ka filluar të merret edhe policia e Kosovës. Zyrtarët e saj janë pajisur me qenë dhe kanë kontrolluar gjatë gjithë ditës çdo pjesë të stadiumit të Prishtinës, aty ku të premten zhvillohet ndeshja Kosovë-Shqipëri.